Është ndërmarrë aksioni fillimisht në rrugët kryesore të qytetit. Kur aty ku problemi i parkimeve është shumë i madh. Këto janë rreth diku te 18-19 makina që janë konstatuar nga patrullat e policisë bashkiake dhe i është vendosur njoftimi për një harë kohor 10 ditësh. Besoj ky aksion do zgjasë idenë në përfundimin e të gjitha mjeteve në rrugët kryesore. Pastaj do shikohen dhe lagjet, rrugët e çdo vendi në qytet. Pra ky aksion nuk është se do përshëndrohet vetëm në akset kryesore, sepse nga reagimet e njerëzve një ditë më përpara kuptova që shumë problematike janë dhe makinat e braktisura nëpër rrugë kryesore, nëpër zona rezidenciale, pranë pallateve të banuara që nuk dihet ndonjëherë vetë kush i ka lënë ato mjete. Po, kjo është kthy në shqetësim sepse jo vetëm se kanë zënë vendin e parkimit, por këto janë kthyer edhe në një problem mjedisor, kur në shumë mjete prej vitesh janë akumuluar edhe mbetje brenda poshtë mjeteve. Kjo ishte iniciativa ime e parë për të eliminuar këtë shqetësim që është i mbartur në shumë vite. Policia bashkiake ka një bashkëpunim, ta theksojmë, një bashkëpunim të mrekullueshëm me Policinë e Shtetit. Të gjitha këto mjetet në fund të njoftimit do hiqen me karrotrec dhe do vendosen tek një pikë që e posedon Policia e Shtetit. Problematikat në qytet kanë qenë gjithmonë këto subjektet që në çdo mënyrë vendosme konik, hekura, lloj-lloj sendesh për t'i bllokuar këto vende, për t'i bërë individuale në shërbim të subjektit. Gjatë gjithë kohës kanë qenë në monitorim dhe janë dëshkuar për këto shkelje, të themi. Drejtor, po për sa i përket vend parkimeve që janë të zëna nga automjete apo dhe motomjete, shpesh që nxirren në shitje dhe qëndrojnë për një kohë të gjatë në rrugët e qytetit. Për ato është menduar diçka? Patjetër që është menduar dhe për këto. Janë disa raste që hap mas hapi do ndërhyet dhe sidomos agjensitë që kanë makina me qera, që nuk i lejohet të marrin duke parë që ato posedojnë shumë mjete dhe zënë disa vende parkimi për këto, do bëhet një njoftim i shumë shpejt, ditët në vazhdim, për gjitha makinat subjektet që japin me qera, që duhet të spostohen nga qyteti dhe të gjenë një pikë tjetër ku t'i vendosin për të ushtruar aktivitetin e tyre. Po ashtu dhe të gjithë subjektet apo individ që posedojnë makinat në qytet me tabela shiten dhe këto do shumë shpejt do ndërhyet për të gjitha.